dikush me dikë se do bëjnë grushi. Bashkohet dikush me dikë sepse interesat e të dyja palëve e duan këtë gjë dhe të dyja palët fitojnë nga kjo gjë. Kjo është shumë e thjeshtë. Dhe sot në kohën kur gjërat po shkojnë duke bërë më të vështira botërisht, nevoja për t'i rezistuar kohës dhe nevoja jon për t'i rezistuar sfidës së tregut evropian. Do hymë në një treg, miqtë e mi, që ka shumë oportunitete, po ka edhe sfida vdekjeprurse për kompanitë. Pse e vdekjeprurse? Sepse sot atë arkën e domates ti po nuk e çove dot në tregun evropian për shkak të parametrave, e shet këtu. Nesër nuk do e shesësh dot as këtu. Tregu evropian do thotë që ne do bëhemi pjesë atij tregu dhe jo thjesht do jetë standardi i sigurisë ushqimore për qytetarët ai që duhet në Europë, por i njëjti do jetë dhe këtu, sepse dhe qytetarët e Shqipërisë do kenë pasaportën europiane dhe do kenë gjitha standardet europiane. Si do realizohet kjo tani? Duke thënë që o zot bëjë ëndër se nuk do ndodhi, do ndodhi. Do vi, dhe do vi më shpejt se sa që mund të imagjinojmë dhe se sa që mund të thonë ata që rrinë bërtasin kot në kot, u blokuan, nuk është blokuar asgjë. E dëgjuat ambasadorin e Bashkimit Evropian, doli dhe tha s'ka pasur asnjë bllokim, se s'ka çfarë bllokimi të ketë faktikisht, se duhet të jesh i lig, se një pjesë atyre që i thon këto i din si janë, por janë të ligj, janë përbuzës ndaj shqiptarëve. I konsiderojnë shqiptarët budallëj. Kujto se shqiptarëve ju kanë mbet ora akoma te toka e Xanun edhe tek merrni armët. Nuk e di që shqiptarët janë shumë më përpara se sa që janë politikanët, se sa që janë gazetarët, se sa që janë të gjitha ata që kapardisen në bulevardin e Tiranës, dhe nuk e din që shqiptarët japin ujë në bisht lugës kur vjen puna tek politika, i marrin për budallëj, i përbuzin, i trajtojnë si mish për top thjesht sepse duhet në përdorur që ti nxisim ndaj qeverisë dhe thonë u bllokua. Çfarë u bllokua? Nuk është bllokuar asgjë sepse janë negociata. Negociata do thot bisedime. Dhe s'ka pasur asgjë për të bllokuar që të bllokohet. Por ajo që duhet them është që gjëja do të ndodhi shpejt. Dhe pjesa e negociatave dini çfarë është? Një nga gjërat që ne negociojmë është sa vite do na lini që ne t'i lëm fermerët tanë të adaptohen. Se nëse ne hymë në Bashkimin Evropian në 2030-ën, nga sot në 2030-ën janë më pak se 5 vjetë. Fermerët tanë nuk adaptohen dot deri në 2030. Nuk adaptohen dot gjithë. Do duhet pastaj të mbeten pa asgjë, sepse nuk do shesin dot. Atëherë sa vite do na lini? Kjo është negociata. Jo po shiko se ju doni të vini këtu, jo po sa vite do na lini? Dhe kemi arritur të marrim një premtim që sigurisht që do ta nënshkruajmë, dhe kur nënshkruhet do jetë fakt, që do ta shtym edhe 5 vjet të tjera. Pra do hyjmë në Bashkimin Evropian dhe 5 vjet do kemi një periudhë, si thua, lehtësie. Bukur. Sa janë? Janë më pak se 10 vjet nga sot. Ikin shpejt. Janë pyesni mua sa shpejt ikin. Bashkë me dhima. Mos pyesni këta se këta kujtojnë se ikin avash. Ikin shpejt. Po se janë më të rinj. Atëherë, se thash janë të rinj, po janë më të rinj se na marrin të keqen në dy. Atëherë duhet rendur tani. Duhet fuqizuar ferma, duhet fuqizuar fermerët tani, jo me prradha, jo me lëmosha, jo me iluzione, jo me idera që së çojnë askund, hajde se po ju japim gjithë nga një thërime, ta kemi mirë, sigur janë ndihma sociale këto, por me të vërtetën ballë për ballë. Kushdo të bëhet më i fuqishëm, t'i ketë të gjitha në dispozicion. Kush nuk do dhe do të ri si dele e vetmuar, atëherë do ta haj ujë, kurse nuk ka si mundësi për ta ndihmuar. Dhe prandaj ky mekanizmi i ri
të cilin si shtat do e prezantojmë në fund priti dhe do bëhet efektiv në 6 muajin e parë të këtij viti, do të krijohet pikërisht për këtë gjë. Të gjithë ata që sot kanë një ndërmarrje të vogël mund ta dyfishojnë. Mund ta dyfishojnë sepse çfarë i pengon sot? Financimi. Çfarë pengon sot një fermer që i di gjërat, e di se çfarë mund t'i pengoj këta djemë tu, se unë nuk e di, po marr si shembull që i bashkojnë këto dy serat me një ser tjetër. Çfarë i pengon? Pengon financimi. Pse? Se po të shkojnë në bankë, drejt për drejt do t'i japin një kushte që janë të pamundura. Janë shumë të rënda. Me ato interesat larta, me ato penalitete, ku diu, nuk e dhe sepse bankat jo në Shqipëri, po kudo e shikojnë bujqësinë si një si një fush me shumë risk. E thonë, shti japun këti dashti, këtu i bie një furtun, një ngrenë ajra gjën, ama ne do t'ja japim këtë mekanizëm. Do t'i bashkosh të dyja me një ser tjetër, po. Paraqit planin konkret, hajde me kredit me garanci, me të gjitha nga ky mekanizëm. Do të bësh dyfishin e këtyre sera, se po flas për të dhënë shembullin se nuk po bëj llogaritë financiare, deri në 2 milion euro i ke. Të tjerat do vinë kur të fuqizosh veten. Dhe këtu do mbështesim bashkimet. Bashkimet. Do ja kaloj fjalën pak Dhimos për çështjen e naftës, për çështjen e rimbursimit të VSH-s, edhe natyrisht edhe për predikimin e bashkimit, sepse ndryshe nga unë, që e predikoj bashkimin e fermerëve duke parë realitetet ku fermerët janë bashkuar dhe duke e pasmësuar teorikisht këtë Dhimo e ka bërë. Është bërë zengjin ky, lëre se që duket shu. Është bërë zengjin duke shitur Manafera. A më kuptoni apo? Manafera në fillim fare. Pastaj Manafera du bën lule shtrydhe, pastaj lule shtrydhe du bën mandarina du bën kivi u bë shalqi u kthye prapë mandarin. Do më thënë, çfarë them? Një po të shkoni atje është komplet botë tjetër. Dhe kush e ka bërë? E kanë bërë disa fermerë. Që nuk kanë bërë krushime njëri tjetrin, nuk kanë dhënë e kanë marrë vajza e djem, nuk janë domosdoshmërisht në dashuri me njëri tjetrin, por kanë bashkuar interesat edhe janë bërë zengjinat aty. Kështu që Dhimo urdhë fjalën, mos thuaj që nuk je zengjin, se s'ka nevojë ta thuash. As mos e thuaj, as mos e moho, as mos e po. Faleminderit. Unë duhet të ndaja dy gjëra për të sektor, për Bartën që mendoj që e njoh mirë. Në gjithë jetën time jam rritur në Bartë dhe do vazhdoj të merrem me këtë punë, se ky është profesioni im si agronom. Pra ne kemi ardhur në një fazë tjetër më tani. Bujqësia shqiptare nuk është më në atë fazën e emergjencës për të furnizuar tregu. Pra jemi të orientuar ku duam të shkojmë. Dhe atje ku do shkojmë ne, që është Bashkimi Evropian, kërkon standard. Pra kërkon të flasi domatja, jo pronari. Pronari mund të flasi shumë bukur, po s'foli domatja sot në treg, ne jemi të dështuar. Që mos jemi të dështuar dhe të jemi faktor, duhet që të kemi një zinxhir dhe të jemi të orientuar se çfarë do mbjellim dhe ku do çojmë. Pa kemi nevojë për tregje. Tregjet nuk i çajmë dot as me fjalime, as me teori, as me çara. I çajmë me produkt. Dhe koha ka thirrur në skenë bashkimin. Nuk e çfarë bën tjetri ti është faktor. Po marr një shembull, ne prodhojmë 60.000 ton mandarina dhe agrume në Shqipëri dhe Spanja prodhon 7 milionë e gjysmë ton. Hajde të mendojmë ne që të vendosim ne çmimin, të bëhemi faktor ne, të komandojmë ne sa do jetë çmimi, si do jetë historia. Pa nuk e bëjnë dot këtë ne. Po çfarë bëjmë ne? Ne çajmë në treg duke u bashkuar. Dhe kur u bashkove, dhe kryeministri e tha mirë sepse e ka mësuar shumë qartë të gjë, që do të jesh faktor që të bëj krushime të jaj. Të ulin tavolinë që të bizetoj. Kur i thua sjell 100 kg domate, ata hidhe atje thot neta. Çoja atje, jepi faturën. Kur i çon 50 ton, 60 ton, 70 ton,
Ullet neta, merr lapsin dhe fillon, kur fillon grafiku, si e çon, si e bën, pra ulesh dhe diskuton. Në momentin tjetër, bashkimi çfarë sjell? Furnizimin me lëndë të parë që merr një fermë. Pra, nëse kemi 100 hektar të bashkuar bashkë, veshën prodhim bashkë në shitje, do ulesh të negociosh për plerat. Njësoj kur i kërkon 1 ton ple dhe njësoj kur i kërkon 500 ton ple. Prit thot ai se kemi historik këtu. Pra, karburant e njëjta gjë, insekticide e njëjta gjë. Pra, ulesh dhe kjo është ajo 30% që sjell avantazh bashkimi. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, vetëm 10%, 15% i ke marrë. Uljen e kostot për punëtorët, mekanizimin dhe janë procese të tëra. Tani çfarë ndodh te skema? Pra, pa bashkimin kush do jetë vetëm, nuk ka për të bërë prokopi. Absolutisht, se do i thot njëri gruaja, po dalë mos ish më burr, unë ndava nga vllai, do më bashkosh prap, nuk bashkohemi më grua, do i thuash. Unë ka prodhoj të mijat, ai prodhon të tia, po kemi një menu ushqimi që ushqejmë domate, një menu që ushqejmë ullirin, një menu që bëjmë këtë, se në fund do bëj doktori analiza dhe mbi analiza do bëj këtë punë. Tani pyetja shtrohet, çfarë duhet të bëjmë ne në pozicionin që unë jam dhe fermer dhe në pozicionin që shërbej si zëvendësministër. Pra, është që të gërshetojmë që institucionet tona, drejtoritë e bujqësisë, qendra e transferimit teknologjive, laboratorët të orientojnë fermerët duke filluar analizën nga toka deri te mbrojtja biologjike, që ne kërkojmë që ta bëjmë sot. Dhe me këtë skem çfarë bërëm? Është kërkesa juaj, ja Florisht e kam përballë. Kam mbajtur te pjeshkët para 3 vjetëve, 4 vjetë kam njohur, ka 8-9 hektar me pjeshkë. Kam mbajtur më dha dhe dhimo. Po pse unë nuk e bëj me faturë, 5%, 7%, 3%, sa të jetë, po di që marr faturën, nuk rrit të aplikoj, jo është toka ime, jo s'është toka ime, aplikoj dhe marr ato lekë. I them para sa ditë që koha Flor, u realizua ajo 10%, pra do marrësh 10% të vlerës. 1 hektar serë, ja ku jemi përballë, unë u futa e pash, i njoha këta zotrinj dhe i njoh, dhe u më bë shumë qefi që takova djalin dhe djali më pranoi si këshilltar. Leo, i thash që vetëm po bëra agronom, dhe më dha fjalën që do bëhet agronom, zoti kryeministër. Dhe kanë 5 hektar me sera. Dhe kanë aplikuar që të rriten të bëjnë dhe 2 të bëjnë 7. Dhe i them, Leo, në 1 hektar ti prodhon 180 ton domate. Në 2 mbjellë. Llogarit nuk të bëj të holla, po të bëj të trasha, po ta bëjmë me 500 lekë çmimin mesatar nga fillimi në fund. Bëjnë llogarit vet, sa është 10% që 90 milion janë 9 milion lekë. Pra 9 milion lekë vjedra. Ti ulan 8, ti ulan 7. Nga 250.000 lekë që merri do marrësh. Pyetja që do bëni, a do i marrim të gjitha këto lekë apo jo? Kjo është pyetja që mund të bëni ju. Pra, a do i marrim këto lekë të faturave apo jo? Kjo është pyetja. Mos më bëni tani më vut prifte më ruani mjekrën. Pra, a më thatë që ta ngrija ta them të shqetësim qeveri? E thash të shqetësim qeveri që më thatë, më dëgjoj ministri i bujqësisë dhe ministri i financave, ja propozuam dhe kryeministrit dhe ram dakord. Tani kjo është ajo që kërkon organizimi, nuk ikim dot më perihaj. Atje ku do vëm ka rregulla. Do e kemi shumë problem këtë gjë. Mbrojtja biologjike është një standard i plot. Pra në 1 hektar që harxhon, po marr një dynim, ai harxhon 250-300.000 lekë për të marrë biostimulantët, për të marrë insektet, për të marrë bletën, për të marrë gjitha. Ne kishim 50%, dhe tha dhe ministri, pra ne kishim në 2500 hektar sera që i kemi të digitalizuara, që një ditë që do vim këtu, kur të na kyet mundësia në Hoxhajt të Poliçanit, që është një model, janë 50 hektar me sera me mbrojtje biologjike, zoti kryeministër, që është mirë që të shkojmë, atje mora dhe unë leksion, sinqerisht kemi shkuar me ministrin, dhe pra për një vit janë shtuar 15 hektar. Dhe çfarë ndodh? Në 1 hektar neve, në 300.000 lekë që harxhon, me 70% i japim 2.100.000 lekë në dorë. Vetëm si fatura fermeri për të marrë këto që thash unë. Pra, kjo mbështetje dhe kjo që janë sektori më i rëndësishëm, që janë serat dhe drufrutorët, do të thotë që mbështetja është shumë e madhe, që ka nevojë bujqësia për lekë shumë.
Ama falo zot, për një të shtoj natin edhe t'japi fuqi, kryeministrit të na japi të 3 sa kaq. Po tani në shtrim këpës sa kemi organin. Deri këtu,